nëse iniciativa e zonës Osmani ka qenë drejt ose jo. Nëse ky takim ka qenë kot ose ka qenë i frytshëm, sepse janë takuar dhe janë ballafaquar me njërin tjetrin. Nëse ka qenë kot, le ta thot një gjë të tillë që ta kenë qartë. Por pak a shumë kjo opsioni i parë që ju e përmeni, që takimi ka qenë kot u latë në kuptohet edhe nga pronësimet që bën krerët e partive tjera. Po ata nuk do të thonë që është shumë mirë që jemi takuar, por ne si pozicion neutral që jemi, edhe si pushteti 4 që jemi, kur e kemi në plan të parë takimin, kur nuk ka ndodhur, deri tani s'ka ndodhur një situatë të tillë, natyrisht që ne e shohim si një lloj lëvizje përpara. Sidomos kur e dim që nuk ka si dorë ndërkombëtare që është në prapavi. Nuk po them që s'ka dorë mbështetëse, por s'ka dorë e cila i ka thënë presidentes merri thiri liderët bëj bashkë edhe me një formë. Kjo është arritje e presidentes Osmani, pas një diskutim. Por arritja e presidentes Osmani për të grumbulluar do duhet shoqërohet me vendimarrjen e leadershipit politik. Dhe tani po del në sipërfaqe që zonja Osmani nuk ka propozuar diçka konkrete, por i ka lënë palët që të flasin e ka luajtur rolin e moderatorit ose moderatorës. Pra e ka patur një rol sikur t'i ftonte 4 vetë në politiko, zonja Osmani, edhe ta pyeste Matoshi, Gashi, Shala edhe a thua, ka qenë aty debati i nxehtë në takimin e presidentës sot, ka pasur atua debat mes liderëve? Po ka mundur të ketë debat mes liderëve, marrë parasysh antagonizmave, marrë parasysh temperamentit, përqasjes, shembull kush është më i rrept në komunikim është Haradinaj. Nuk e di nëse ja ka bërë një gjë të tillë ose jo. Ai që shuhet në kundërpërgjigje edhe në një gjuhë atipike për pjesën politike e vendore është Zoti Kurti. Pastaj ai i cili ka mundur të insistojë dhe gjendet në ndërmjet kundërshtisë së njerëz dhe tjetrës palë ka qenë Abdi Gjiku, që ka mundur të thotë ju e keni gabim, po ju e keni gabim sepse situata është e tillë që mund shkohet ose duhet shkohet në qeveri provizore deri në zgjedhjen e presidentes, teksa Krasniqi, i cili është në pozicion më të favorshëm për arsye se e ka takuar Kurtin, mos harrojmë. Krasniqi ka qenë i vetmi që e ka takuar Kurtin. Në takimin kokë me kokë ka qenë pak më i relaksuar sepse as Kurti s'ka mundur t'i thotë sot. Nëse i referohemi takimeve, s'ka mundur t'i vendos akuza të rënda për arsye se ai është takuar me njërin dhe është takuar edhe me Abdi Gjikun, është takuar edhe me Haradinaj, kështu që është në pozicion pak më të favorshëm dhe thotë unë jam okej, këtu jam, votat s'ti jap, ndro kandidatin, pastaj flasim, edhe jam këtu për ta bërë Bedri Hamzën kryeministër me Abdi Gjikun edhe me Haradinajn. Edhe me pjesën tjetër që duket që nuk është mjaftueshëm për arsye se votat nuk janë as andej as këndej.